artistë vegjël, por me një vullnet shumë të madh. Në cilën klasë jeni? Klasa e 4. Unë kam filluar duke kënduar festa abetore së shkollës time. Aty kam kënduar live edhe e kam zbuluar talentin tim. Çmimi më i mirë është çmimi Melodia, ku e kemi zënë vendin e dytë. Ne kemi fituar për herë të parë së bashku vendin e dytë. Përshëndetje për krejtëve që mi, sot jam bashkë me dy voglosh këtu nga Lipjani, me të cilën janë dy artistë vegjël, por me një vullnet shumë të madh për të punuar në të ardhmen e tyre. Jemi me Ermira dhe Ermir Rama. Përshëndetje për juve. Përshëndetje. Çish po kaloni? Mirë. Po ju? Mirë, faleminderit shumë. Po më janë shumë mirë që më keni pranuar në shtëpinë juve sot me realizuar këtë intervistë. S'ka përse. A jeni mësuar kështu me realizu intervista në shtëpinë e juaj apo keni qenë veç në emisionet ndryshme? Vetëm në emisione. Sot e keni për herë të parë në shtëpinë e juaj këtë intervistë. Po. Po i shoh me krejta këto çmime që i keni tavolin, po i shoh me edhe çmime që i keni këtu në dollap. A keni kaq shumë çmime apo çysh? I kemi disa çmime, kështu që disa i vendosim në një dikun tjetër, disa i vendosim diku tjetër, sepse nuk i zë. S'po keni vend ku me i lanë. Po. Tregonë pak në cilën klasë jeni, në cilën shkollë jeni këtu në Lipjan? Unë jam të vëllezërit Frashëri, në klasa e 4. Ermire? Unë jam të shkolla vëllezërit Frashëri në klasën e 4. Jeni të dy në klasën e 4, a jeni bashkë me një klasë? Po. Jeni bashkë me zhatar? Apo jeni binek? Binjak jeni. Okej, tregonë pak çish keni filluar ju me u marrë me muzikën? Çish keni filluar ju me këndu? Unë kam filluar duke kënduar kur kam kënduar për herë të parë te festa abetore së shkollës time. Aty kam kënduar live edhe e kam zbuluar talentin tim. Po Ermire? Unë pas Ermirës, unë kam filluar me një grupë në shkollë të këndoj. Keni filluar të njëjtën në kohë, po pak ma mbrapa ke filluar pas Ermirës me filluar dhe me këndu. Tregon pak çfarë eksperience është kur delni me një festival me këndu? Është eksperiencë e bukur të këndoj për krah motrës time. Për krah motrës tënde. A është eksperiencë e mirë edhe për krah vllau tënd me këndu? Po. Dishësh ndihesh sikur po je duke u kënaqur, duke kërcyer edhe qeshur. Tregon pak cili është çmimi më i mirë që keni fituar deri sot. Çmimi më i mirë është çmimi Melodia, ku e kemi zënë vendin e dytë, edhe aty ka ardhur bashkë me mirënjohja. Po Ermir, për ty cila është çmimi më i mirë, mirënjohja më e mirë kur jeni gëzu te mos që e keni fituar çmim? Për mua është çmimi i Melodisë, gjithashtu sepse ne kemi fituar për herë të parë së bashku vendin e dytë. Po kur jeni kanë vetë që keni këndu vetë, a është ndonjë çmim që keni fituar ju vetë? Po. Cilët Unë janë? kam fituar një çmim vendi i dytë te Lipjani këndon, kam kënduar atë live, edhe kam fituar vendin e dytë. A keni shku ndonjëherë në vende tjera përveç Lipjanit me këndu? Po. Ku jeni kanë? Në Prishtinë edhe te në Prizren, në Ferizaj. Jeni kanë vende të ndryshme të Kosovës me vepru me muzikë. Tregon pak cilat janë emocionet kur dilin në skinë? Ndihesh sikur po kënaqesh diku, sikur duke luajtur lojë, ama me zë të lartë. Tregon pak çu ka qenë fillimi kur keni filluar me këndu, a keni pas emocione kur keni dalë për herë të parë në skenë, çu kanë mirëprit publiku? Kur kam dalur unë për herë të parë në skenë, më kam përkrahur duke rrehur shplak, edhe jam ndjerë shumë e gëzuar. Po Ermir, për ty? Për mua kur kam dalë për herë të parë në skenë, jam gëzuar sepse pasi kam dalur të gjithë për resnin. A na tregoni, a na interpretoni pak një pjesë të shkurt të muzikës që ju e keni ma përqef?
Muzika jonë që kemi më përqef është Më dhe I dashur. A na interpretoni pak me ju po edhe publiku edhe na me ju dëgju këtu nga afër? Po. O më dhe I dashur, vendi trimnis, qerë dhe dashuris. Ty shqipet fluturojnë dhe yje ndriqojnë, vendit parve tonë. Ti qofsh bekue për jetë e mot, oj nëne jonë, ne të dalim zot, o mamë dhe I dashur, vendi trimnis, qerë dhe dashuris. Shumë mirë është një zoja zakonisht I bukur. Trego ma pak edhe një këngë që këndut pak ma herët mbrapa kamerave që isha ajo pjesa diçka me zogj. Kur fillon të... Zogu me kratë opër. Po, a na interpretoni edhe ato pak? Po. Zogu me kratë hapur, priti pavarsin, në zemër e ka Shqiponjen, Kosovën e Shqiprin, edhe të tjetri do të shkojmë në vizit, urime do t'i ndajmë, me reze dhe me drit, zogu dhe mollkuqja, presin të festojnë, me këngë dashuri, për her do të fluturojnë, zogu dhe mollkuqja, presin të festojnë, me këngë dashuri, për her do të fluturojnë, për her do të fluturojnë. Shumë zoj mahneshëm I të dyve që nuk po deta po këndoni dy veta apo këndon veç një zo. Shumë bukur. Po sepse zërat e njëri tjetrit ngjojnë shumë. A keni ushtru kështu shumë kohë derisa e keni zgjedhur një këngë të njëjtë që me pas të dy zonin e njëjtë? A keni ushtru shumë? Ju sepse zërat të ndërlidhen shumë bukur me njëri tjetrin. Nuk ju duhet me pas ushtrime që me pas zonin e njëjtë? Vetë ndërlidhen, se I kemi të njëjtë. Sa ju kanë përkra prindrit, sa ju kanë përkra familja, shoqëria, sa ju kanë përkra kur e keni shfaq talentin e ju? Mua më kanë përkra shumë për veç prindërit, sepse ata më kanë përkrahur më shumë ti nga të gjithë, por edhe shoqëria, familja, edhe të gjithë më kanë përkrahur. Ermer? Dhe për mua është e njëjta sepse prindërit janë të parët që përkrahin për çdo gjë që ne bëjmë. Pastaj vjen familja dhe shoqëria. Po çfarë ju kanë thënë shoqëria kur e kanë pasë ju po këndoni njëjtë edhe po e keni këtë talent? A ju kanë xhelozu pak, a ju kanë përkrah, ju kanë thënë që shumë bukur? Çfarë ju kanë thënë të shkollën si dancat e këta? Na kanë përkrah, shoqëria na kanë përkrah shumë, edhe sa për mësuesin, ai na ka thënë ju lumt, po dini shumë bukur të këndoni. A ju ka thënë një profesor, një mësues, apo ju ka thënë profesori I muzikës që ju po këndoni shumë mirë? A ju ka përkrah? Të dytë, na kanë përkrah të dytë. Ju kanë përkrah shumë. Ju përveç se jeni këngëtar, Ermire, po e shoh që në librin që e keni shënu këto, ju jeni edhe shkrimtar. E keni shënu Gjenit e vegjël, titullin e librit. Tregon pak çu ka ardhur ideja për me shkruar këtë libër? Mua më ka ardhur ideja sepse kur kam shënuar poezi, kam shënuar për qejf, më pas ja kam treguar momit dhe momi e ka parë që po di me shënu, kështu që I ka ardhur ideja me shënu një libër. Kush ju ka ndihmu këto për me e formu komplet librin? Për me formu komplet librin, ne kemi shpikun nga Mendja Virshat, kurse për ta botuar librin na kanë ndihmuar botuesit e një shpije botuese. Shpija botuese shkronja. Ku e keni marrë inspirimin këto me I shënu gjithë këto vjersha që I keni qitën këtë libër? Inspirimin e kemi marrë nga kafshët, familjarët dhe gjërat që ne pëlqejnë.
Ju po e shoh këtu në fund të librit për biografinë e juve se jeni të lindur në Frankfurt të Gjermanisë. Tregon pak, a keni qef me dal tash në Gjermani? Po ne kemi qef sepse atje është ku ne kemi lindur, por pastaj kemi ardhur në Kosovë. A keni qef sot me dal me jetu në Gjermani apo me qëndru në Kosovë? Kam qef që të qëndroj në Kosovë sepse këtu kam miqteme dhe familjarët. A mendon që kime vazhdu me punu këtu në Kosovë, me jetu në Kosovë, me bo kam të ndryshme? Po. Elmira? Si mas meje, unë kisha dësht këtu me jetu, ama gjatë pushimit me shku në Gjermani edhe me po pak vendlindjen time. Vendlindjen tonë në Gjermani. Tregon pak, Elmer, jashta këndimit edhe shkrimit që e ke bo këtu në libër, me çka mirësh tjetër? Unë merrem dhe me futboll, dhe jam në klubin sportiv të Ulpianës. Po edhe diçka tjetër në kohën e lirë, diçka na tregoj edhe mbrapa kamerave, tregoj edhe krejt shikuesve se me çka mirësh tjetër në kohën e lirë. Merrem dhe me art. Unë në kohë të lirë vizatoj si për shembull. Bën vizatime ndryshme. Po, vizatoj natyrë ose personazhe të filmave që më pëlqejnë. Elmira, ty me çka mirësh diçka tjetër në Unë kohën e merrem lirë? me volejboll, edhe jam në një grup me vajza, edhe më shohim shumë lëvizje të reja. Ju keni shumë pasion për gjitha këto gjana që i keni bo deri më tash, si me këndim, si me futboll, si me volejboll, me gjitha gjanat. Po pak a shumë po mirë edhe me gjanat të njëjta. Elmiri me futboll, ti me volejboll. Është i njëjti, është sport, po që janë drejtime të ndryshme. Tregon pak kur të rritën a keni një ideologji se çka keni qef me bë më shumë, ku keni qef me u përkushtu? Unë kam qef më shumë më u përkushtu të kënga, por edhe të mësimi. Të mësimi. Elmer? Unë kam qef të përqëndrohem të mësimi dhe të leximi. Në cilin grup muzikor të këngëtarëve ju jeni aty pjesëtar? Në Bilbilat. Në Bilbilat. Po. Qysh kaloni aty? Ne kalojmë mirë. Tregoni pak jashta muzikës, qysh i keni punë me mësime në shkollë? Unë i kam shumë mirë, edhe më pëlqen kur shkoj sepse mësojmë gjëra interesante edhe të reja. Elmer? Unë i kam shumë të mirë sepse ne marrim gjithë nota të mira dhe Qa kishë me ju thonë bashkëmoshatarëve tu që kanë ndaj talent ose që nuk merren me diçka tjetër sikur jo? Qa kishë me ju thonë aty me inspiru, me ju dhanë vullnet për të ardhmen me bë diçka si jo? Qysh kishë me ju referu? Unë kisha pas qef m'ju thënë që ti ndjekin gjithmonë ëndrat e tyre. Elmer? Unë kisha pas qef ti them se ne duhet të vazhdojmë përpara dhe të ndjekim çdo ëndër që të kemi dëshirë. Faleminderit që më vlusha, jeni kanë shumë të mirë. A mundeni për fond edhe në interpretim të shkurtër të ndaj muzike tjetër që ju keni qef me na shpalos neve me këndu? Muzika jone preferuar janë edhe këngët që janë të qeta, por edhe anglisht, kështu që a mund t'ja filloj me një anglisht? Po. Okay. There was a little girl who was standing beside me. There was a little girl beside me. Friends, best friend, come on, let's go. Friends, best friends, come on, let's go. Come on now, you can do anything you want. So come on, come on, come on, come on, and don't leave behind your dreams. Come on, come on, come on, come on, don't leave your dream beside.
Tregon pak edhe për fund të diçka, Elmira ishte një interpretim shumë i bukur edhe kë anglisht. Tregon pak mbrapa kamerave na tregove që din me bo edhe një pjesë tjetër të muzikës. Cile ishte? Opera. Ana interpreta pak një pjesë të shkurtër sepse është shumë e rrallë te na. Voglushet si ti me interpretu opera. Tregona pak çush është. Në rregull. Tregon prej nga je mësu këto me lujt? Jam mësuar vetë, por edhe duke i parë njerëzit. Se i kam parë njerëzit duke kënduar, edhe më është dukur shumë bukur, kështu që jam mësuar vetë. Faleminderit shumë mirë edhe Elmira Roma për intervistën edhe na keni prit shumë mirë këtu në shtëpinë juaj. S'ka përshim.